10 mënyrat për ta respektuar vetën. Nëse nuk të tregojnë, mos pyet. Nëse të ftojnë vonë, refuzo. Nëse nuk të ftojnë, mos shko. Nëse lihesh jashtë planeve, vazhdo përpara. Nëse gjithmonë ti e merr iniciativën, tërhiqu. Nëse ndihesh i përdorur, vendos kufi. Nëse merresh si mirëqen, vlerëso vetën. Nëse ti injorojnë mesazhet, ndalo se kontaktuarin. Nëse vazhdimisht shpjegohesh, ndalo se justifikuarin. Dhe nëse ndihesh i pavlerësuar, distancohu. Nëse zemra jote është e pastër, Zoti ta tregon fytyrën e vërtet të gjithë njerëzve dhe të shpërblen me vetmi. Ndonjëherë, të kesh një zemër të pastër, do të thotë të shohësh qartë kush është i sinqert dhe kush jo. Kjo qartësi mund të sjellë vetmi, por gjithmonë të mbron nga njerëzit e gabuar në jetën tënde. Prandaj, vetmia nuk është humbje, por është një shenjë që je në rrugën e duhur. Faleminderit shumë, zonja. Disa njerëz nuk e shohin sa shumë bën për ata, por e shohin vetëm atë që ti nuk e bën. Mund t'jesh pranë tyre 100 herë, por një herë nëse nuk je, vetëm atë e mbajnë mend. Mund t'japësh gjithçka që ke, por një gjë që nuk mundet ta japësh, bëhet problem. Ata mbajnë mend gabimet tua dhe harrojnë çdo sakrificë që e ke bërë. Nuk do të kënaqesh kur një njeri mos mirënjohës. Sado që t'japësh, nuk jetë kurrë e mjaftueshme. Sado që përpiqesh, ata gjithmonë do të gjejnë diçka që mungon. Ata nuk shohin çfarë ofron, por çfarë mungon. Mos e lodh veten duke u përpjekur të kënaqësh njerëz që refuzojnë të shohin përpjekjen tënde. Disa njerëz nuk duan të të vlerësojnë, duan të të shterojnë. Ama ti mos harro, energjia jote është e kufizuar. Jepu energjinë atyre që e vënë re, që thonë faleminderit, që shohin përpjekjen, jo vetëm boshllëqët. Ti meriton dikë që shet gjithçka që bën, e jo dikë që numëron vetëm atë që nuk e ke bërë. Faleminderit shumë, zonja. Sot emisionin do ta nisim me historinë e një bretkose të vogël, e cila kishte vendosur që të ngjitej në majën e një peme të lartë. Duke mos i besuar asaj, të gjitha bretkosat tjera filluan të qeshnin dhe të bërtisnin. Mos e provo, është e pamundur, do të dështosh. Por ajo vazhdoi të ngjitej, hap pas hapi, derisa arriti në majë. Të gjithë u habitën dhe e pyetën si ja dole. Në fund, ata kuptuan diçka të pabesueshme. Bretkosa nuk dëgjonte. Ajo vetëm i shihte dhe derisa ata bërtisnin, ajo mendonte se të gjithë po e inkurajonin. Çfarë mësimi nxjerrim nga ky shembull? Shumë ëndra vdesin, jo sepse janë të pamundura, por sepse njerëzit dëgjojnë zërat negativ rreth tyre. Nëse do të arrish qëllimin tënd, bëhu i shurdhër ndaj fjalëve negative, ndaj dyshimeve, ndaj kritikave, ndaj frikës, e sidomos ndaj njerëzve që nuk besojnë tek ti. Qëndroj fokusuar, vazhdo përpara, sepse ata që arrin majën nuk ndalen nga zhurma poshtë, ashtu siç nuk u ndal as bretkosa e vogël. Afërsia e tepërt shpesh e zbeh respektin. Të jesh i disponueshëm tërë kohës nuk është gjithmonë diçka e mirë.
Kur njerëzit e dinë se mund të takojnë në çdo moment, të kenë vëmendjen tënde sa herë që duan dhe të marrin energjinë tënde pa e merituar, me kalimin e kohës fillojnë ta marrin si të mirëqenë. Kjo nuk ndodh domosdoshmërisht me qëllim, por ndodh shpesh. Kur je gjithmonë aty për ata, vlera fillon të zbehet. Mund të tingëllojë ashpër, por kur u jep shumë nga vetja pa vendosur kufi, i fton të tjerët të sillen me më pak kujdes ndaj teje. Koha, vëmendja dhe prania jote nuk janë gjëra që duhet shpërndar pa mas. Në momentin kur gjithçka bëhet lehtësisht e disponueshme, respekti fillon të venitet në heshtje. Të tërhiqesh pak nuk është egoizëm, është vetë respekt. Krijo hapësirë, mbro energjinë tënde dhe lëri njerëzit ta ndjejnë mungesën tënde sa herë që ka mundësi. Sepse ajo që është e rrallë vlerësohet dhe respektohet, ndërsa ajo që është gjithmonë e pranishme, me kalimin e kohës, rrezikon të mos vlerësohet më.